Këshilli i Qarkut Shkodër zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratoi një sër vendimesh që lidhen me prioritetet institucionale, planifikimin financiar dhe monitorimin e zbatimit të buxhetit. Gjatë mbledhjes këshilltarët votuan ndryshime në prioritetet e Këshillit të Qarkut, duke përcaktuar drejtimet kryesore të veprimtarisë së institucionit për periudhën në vijim. Po ashtu miratuan ndryshime në vendimin për buxhetin e vitit 2026 dhe programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 me qëllim përshtatjen e planifikimit financiar me nevojat aktuale të institucionit. Në rendin e ditës ishte edhe shqyrtimi i projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029, dokument që shërben si bazë për planifikimin strategjik dhe financiar të Qarkut në 3 vitet e ardhshme. Me shumicë votash kaloi dhe raporti monitorimit zbatimit buxhetit për periudhën janar-prill 2026, ku vlerësohet suria e realizimit të treguesve financiar dhe administrativ të institucionit. Projekt vendim me disa ndryshime për prioritetet e Këshillit të Qarkut Shkodër. Projekt vendim numër 2, mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër numër 27 datë 23/12/2025, mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2026 dhe për buxhetin përfundimtar 2026-2028. Projekt vendim numër 3 për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 për Këshillin e Qarkut Shkodër. Projekt vendim numër 4 për miratimin e raportit monitorimit zbatimit të buxhetit për periudhën 4 muajore janar-prill të vitit 2026 për Këshillin e Qarkut Shkodër, si dhe projekt vendim numër 5 për shpalljen dëshmoria dhe pas vdekjes pastrit Xhemal Kalaja. Pjesën më të madhe të fondit e kena pas lanë si rezervë në mënyrë që të bëhet edhe realokimi i fondeve gjatë periudhës të vitit 2026 dhe bashkia të bëhet gati me projektin. Para pak ditëve na ka sjellë projektin, duke pas prioritet si bashki, edhe po kalojmë në mbledhjen e kësaj radhe. Thjesht kalojmë procedurën e dokumentacionit së në Këshillit të Qarkut, pjesën tjetër e përcjellim për një komision të posaçëm për dhënien e statusit dëshmoria dheut. Si që një gjithë djeni për shkak një shmërisë dhe kërkesë që kanë bërë familjarët dhe ministria kanë drejtu Këshillit të Qarkut Shkodër për shkak të procedurës, sot me votim fshehtë hedhim votim këtë propozim. Në përfundim të mbledhjes, këshilltarët me votim të fshehtë miratuan propozimin për shpalljen dëshmoria dheut pas vdekjes së Astrid Kalaz, gjyqtarit që u vra në krye të detyrës në nderim të kontributit dhe sakrificës së tij.